Ka nisur për të 9-ën vit radhazi Mik Festival në Korçë, eventi ndërkombëtar i muzikës që bën bashk artistë të njohur nga Shqipëria dhe bota. Për organizatoren dhe sopranën e njohur Inva Mula, këtë vit festivali vjen krejt ndryshe në disa skena në Korçë dhe Voll. Vjen përsëri kështu me surpriza, siç e kemi zakon. Fillojmë për shembull me një jazz manush që s'e kemi bërë asnjëherë. Edhe jam e lumtur që të sillin, të hapin dyert edhe për zhanre të tjerë. Jazzi i viteve 30 i cili u krijua në Francë, me një trio të mrekullueshme që janë në origjinë shqiptare, por janë të tre vinë nga Suedia. Momazh dy bijve të Korçës përsëri. Viktor Gjika, Teodor Laça me një koncert të mrekullueshëm i cili do jetë, e kemi quajtur saloni i kinemas. Mik Festival do të sjellë edhe jazz në Korçë. Shkoj shumë bukur. Më pëlqeu që publiku reagoi ndaj një zhanri të ri të jazzit që nuk e kanë dëgjuar më herë, sepse ky zhanër luhet në Evropë, por në rajonin ton nuk e kanë dëgjuar. Festivalin e ndoqën edhe turistë të huaj, të cilët kanë dëgjuar dhe shijuar muzikën cilësore. Unë vi nga Belgjika, erdha në Shqipëri për herë të parë. Vendi është shumë i bukur dhe ky koncert ishte qershia mbi tort. Vi nga Brukseli, më pëlqen jazzi. Ne jemi të rinj, dëgjuam për koncertin dhe erdhëm. Me një program që ndërthur muzikën klasike, jazzin, baletin dhe serenatat, Mik Festival synon edhe këtë vit të rikthej Korçën dhe Devollin në qendër të artit dhe kulturës. Koncertet do të vijojnë për disa ditë, duke ngjitur në skenë artistë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës.